Cili ishte reagimi i delegacionit serb pas nënshkrimit nga ana e shqiptarëve të marrëveshjes së Rambujës më 18 mars të vitit 1999? Cila ishte deklarata e fundit pas kësaj marrëveshjeje dhe e para fillimit të bombardimeve të NATO-s e presidentit Ibrahim Rugova më 21 mars 1999? Si e përjetoi presidenti Rugova fillimin e bombardimeve të NATO-s? Si u rrëmbyen në shtëpinë e tyre nga policët serb natën e bombardimeve të para avokati Bajram Kelmendi dhe 2 djemt e tij? Si u pushtua dhe u mbajt peng për 36 ditë nga forcat policoro-ushtarake serbe presidenti Rugova me familjen e tij në Velani të Prishtinës? Si u detyrua presidenti Rugova të takohej me Miloševićin? Si u ndodh gazetarja gjermane për 5 ditë e rrëmbyer me familjen e Rugovës? Cili ishte bashkëpunëtori i vetëm i presidentit Rugova që ishte çdo sekond me të në këtë odisejat? Si u detyrua Miloševići ta liroj Rugovën dhe familjen e tij? Si e përjetoi presidenti Rugova vrasjen e profesor Fehmi Aganit? Si u prit nga popullata presidenti Rugova kur u kthye në Kosovën e çliruar? Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në Koha Vision, në ora 21, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.